Se e presim pasaj gjithë. Qka tha Liu që po qanë, moj pëdë aman. Buqi. No, Buqi. Sa Liu. Qa ka sa Liu që po qanë? Se di. Vlla, shumë goditi ishte kjo e... Asu se unë në fakt trejt, në mënyrë shumë të sinqertë, nuk e kuptoj fare, sepse asnjëherë në 30 vite nuk ka pasur asnjë akuzë ndaj Sali Berishës, e kupton? Është robi me profilin më të pastër në gjithë historinë e Shqipërisë. S'ka në një thaj. Unë në kaq vite tha nuk kam një akuzë për mua ose për familjen time ose për bashkëpunëtorët e mi. Ai është edhe vjen çuditja ata amerikanët vlla janë shumë jam të lisur, o jem pyetja nga fundi i sallës. Si e zë gjumi natën? No, se e kupton? Pavarësisht vrasjeve dhe të gjithave këtyre që mendojmë ne, do çfarë mund të ketë ai. Vetë ai si individ, domethënë, edhe nëse si bëjmë përshtypje. E zë gjumi tash? E zë i qiro, ai gjumi qinj. Jo gjum, po, çfarë flet? Po se kuptoj këto amerikanët të burr. Këto janë prandori, këto janë të ligjt, këto janë strumullari, këto i fusin njerëzit që të gricën me njëri tjetrin, se ata nuk duan që ne të jemi të fuqishëm edhe të kemi lidera të fortë. Ne kërcënojmë ushtarakisht Amerikën, ne po duam i hedhim ato bombat në New York. Normale duan të na destabilizojnë. Po si e pritës, seriozisht tash, si e pritës si vendim? A e prisja ajo? Tash që unë isha jashtëzakonisht shumë i gëzuar, nuk është në çudi, po që pas çerekore, se ishte i 15 minutat e para që isha kështu që Dagu e kanë seriozisht apo mos është meme? Se ças më vaki. Se është për klikime. U futa pasaj tu e pa të gjitha para se ta dërgoj aty, pasaj ndihem shokë bu, normalisht të gjithë e dimë por që po pra janë gjona e kuptojnë që mund të ndodhë e dini, po që do ndodhë nuk e dini më. Konse ishte ngulitur ajo thellë që ishte pa ndeshkueshmëri po. Është ai momenti, po pra, është ai momenti që gjithë muhabetet e tavolinës, muhabete që faktikisht dhe ne kur i diskutojmë se ke me shoqënie me kështu nuk është se nxjerr faktet ti, a kupton? E diskutojmë se kështu, po ai ka bë këtë, ai ka bë atë. Dhe krejt papritur gjithë to fjalët tona për mbledh më mirë tekst të nxjerr Amerika, zyrtarisht, e kupton? Për atë pjesën pasaj që shoku, ke pjesa e parë, domethënë ke një pjesë domethënë që kam thënë atje, që ai po të ikte valla, do ta linte thjesht të ikte, ja kish fal. Çdo ishin normal. Do të kish fal. Normal mos diskutohet. Edhe ne ishin futur të gjithë në një rrymë, domethënë që aman vetëm ikë burse, ta kemi falë. Po, ikë vrarë normalisht. Të qajnë ata rrob që i kanë pasur njerëzit e tyre, po ama vetëm ikë. Aman vetëm ikë bëj çfarë duash, vetëm ikë. Diskutohet. Se fakti që ata e bën, domethënë ka i qëllim që ata e bën. Ky është pengus akoma, a kupton? Është ajo që thonë në për studio, Batoni për shembull ka thonë gati në çdo studio që lideri i Partisë Demokratike Berisha është. Edhe kjo është ty në Amerikën ta bëj këtë veprim, se në momentin që Berisha s'do ishte më, se këta thonë pse u kujtu Amerika mas 8 vjetësh, po në momentin që s'do ishte më faktor, s'do merre kush me të, mor burr ka bë çka ka bë. Bravo i qof, doli i palam, se nanos ka bë pislishe, po iku nanos. Ja i përmendim, ti përmendim ca fjali kështu si përhyrje Dagu që të parastrojmë çështjen, do dallojmë nga dije publike, po jo të provuar, dije publike të provuar dhe çështje parimi. Po. Tash dije publike të paprovuara janë ato që nisën pak më përpara. Duke filluar që nga skandali me Remzi Hoxhën, para kësaj është pjesa që sjelljet e për të gjithë ata që mendojnë që revolucioni i dhjetorit ka qenë i sinqert të gjithë. I sinqert mund të kenë qenë si ajo protesta e studentëve tani. Ata që kanë dalë në shesh, që kanë hedhur busin, ata kanë qenë me zemër të gjithë. Ata që formuan partinë, ata ishin shitur. Ajo është thjesht ai është një pseudo revolucion. Nëse ajo nuk është e vërtetë, ajo është gënjestra më e madhe që na ka ndodhur. Kjo është që ne kështu e themi,
E nuk e provojmë dot pavarësisht se Robi ka foto me fëmijët e Enverit, e kupton? Që unë nuk e perceptoj dot si individ që si mund të kesh ti foto me fëmijët e diktatorit pa qenë kryer komunist vet ose minimumi pjesë e bllokut. Që automatikisht e bën kryeminist. Aty mund të ketë një farë kështu. Prandaj thash, dije publike e fa provuar. Argumenti se thotë isha doktori më i mirë, më detyron që të kujdesesha për fëmijët e Enverit. Në rregull. Jo si thoja dot. Po jo ishte doktori më i mirë, vërtet? Po nuk e di atë. Nuk e ka nderuar në një çmim me Enveri atë. Nuk ka qenë doktori i popullit ose doktori i partisë. E do të për vetëm, por se ishte më i mirë. Francezë ka pas doktorin në Enveri më valla, kur ka qenë rënd. E ke parasysh që është bërë para disa vitesh, se po dalim nga tema. Është bërë para disa vitesh një emision për pjesën e kalimit nga Enveri tek ai Ramiz Alia, domethënë edhe atje diskutuar gjithë ato çështje. Gjithsesi, iku 2. Çfarë është tjetër e paprovuar? Tjetra e paprovuar është furnizimi i makinerisë Miloševićit në liçen e Shkodrës me botet e naftës. Po. Gjithë embargos, po. Ai theu embargon, domethënë për një arsye ose për një tjetër nga të dyja lloje e anët ose nga të gjitha anët e mundit politikës së Shqipërisë ka vendosur që gjithë secili do heshti për ata, asnjëri s'ia përmend. E kupton? Për këtë s'është një as më i mirë se sa tjetri. Çfarë mund të ketë tjetër, Robi? Çka ka tjetër të paprovuar? 97-ën. Ajo është dije publike që është deri në një fakt pikë e provuar për mendimin tim për faktin se ose ka provuar gjykata, po ato e ka provuar vetë. Sa i vet ka qenë në intervistë që ka thënë domethënë që i idhin lekët se është i sigurt. Vet ka dalë më vonë pasaj që jo nuk dija nuk pa. E kupton? Edhe për cilat ata rob që thon pasaj jo po mund të ishte vërtet ashtu. Okej, zotëri, do me thënë që ai është i paaft. Po, e kupton? S'ka, ajo e 97-s këtu del pra. Se dakord, okej, ti po shkputesh nga ky, ti nuk e kisha me qëllim të keq. Nuk isha afera, nuk isha. Të ndodhi më vlla, ti ishe në krye, të ndodhi, ik. Ciao, ik. Më pafshim. Ka dalë disa persona që kanë thënë që kanë mbledhur makina ushtrie, domethënë me robë që vinin nga Duka Gjinje, nga Shkodra, që ishin për të rënë atyre në të shkretëve me presh në Vlorë, që thoshin e morë të berisë. E ke parasysh? Gjithë e din, nuk merret njëri të provoj. Ata 2 pilotët që ulën në Itali, e kupton? Po. Gjithë e din, nuk merret njëri të provoj. Çështja e Grdecit. Të gjithë e din, edhe e provuar është sepse në çdo lloj krimi bridhë, që nga të vjedhësh i çokoladë në dyqan deri në masakra, domethënë, minuti i parë pas krimit është për një detektiv për shemb më e rëndësishme. Absolutisht 6 milion % më e rëndësishme. Direkt pas i ka ndodhur, Fatmir Mediu ka bërë një bisedë rreth 30 minutash në telefon me të pirin e Sali Berishës. Po. Tani çdo lloj individi që është palë tash nga këto të Saliut, se nuk po e quajmë të PD, se ai ka dalë si individ më vetë tash, se është idhull ai, është kult individi. Çdo rob që është në anën e atij, domethënë thotë me çat keq e ka, robi mund të flasë me këtë doj. E kupton që është komplet absurde kur ta mendosh që ka vdekur ai shumë njerëz, domethënë, edhe ti thon që okay, më vllai. Edhe kur vdesin robë dhe kur ndodh ajo që nuk duhet ndodhte, domethënë, robi kujt në intereson se është ministri i mbrojtjes. Ai mund të flasë me këtë dorë. Mia jo, e dyta, tani ngjarje më të ndodh ty Gërdeci, ishte ezim se s'ndodhi në 97-ta. Ndodhi Gërdeci. O vlla, është i përgjegjësi morale që ti ke faj, je pjesë, ti më vlla më përgjegjësi, tani kush më përgjegjësi? Ti që je kryetar shteti më burri dhe jot. Është si me të thonë ty me të bë koti paralelizëm. Ma leti mu shpinë tate tani, ike ti në Shqipëri, po ma le mu. Do jetoj unë këtu. Po. Mu mbjej zjarë këtu, e vlla. Pa dashje. Si shpërtheu Gërdeci, se Gërdeci nuk e shpërthyn vetë, pa dashje. Moralisht jam unë përgjegjës, më. Ai zjarë mund të kishte radhë, po të ishe ti në shpitate, do ishe ti përgjegjës për shpinë tate. Në momenti që e ka marrë unë, po rri me qera, po rri ku t'i gjonë, ke lon ti,
1 muaj, jam unë automatikisht përgjegjësi. Normalisht. Nga ana morale, jam unë nuk e ruaj dot me shpinën. Po vlla, po, nuk ta bëna me qëllim, si avuna zjarrin, mëra zjarri, ama dëmet do dalun, do i dëm shpërblej, do jem unë përgjegjësi. Jo më tani flasim 30 viktima, sa viktima janë aty. Tani një përgjegjësi morale e kemë, vlla. Mirë, kjo tani se është aksidenti ti, është ndodhi aksident. Ndodhi, kjo aksident. Mos kjo aksident ngjarje më e vogël në përmasa, po më e rëndë në perceptimin publik edhe unë personalisht, unë nuk jam me atë mendimit, po është kështu që është moralisht di si kjo është më e rëndë, e kupton? Pavarësisht se mua nuk më pëlqen. Tani themi të shembulli asaj shtëpisë, si po thotë. Të si të vjen robi në shtëpi, edhe të vdes. E kupton? Me arthi tash me të bë drekën ty ti jesh ti një me pozicion sa lloje të vogël, domethënë të gjej diçka aty, domethënë ti ikesh në spital, normalisht valla do vi prokurori ose detektivi të marrin në pyetje, valla çaj dhe për të ngrënë. Ço po. E kupton? Po. Atëherë në derm valla. E kupton? Ti je individi, ti je zoti i shtëpisë, ti je trungu i shtëpisë. Po, aty ndodhi. E kupton? Si më valla? Jo vetëm që nuk u thirr. Po as nuk u përfol fare, po thënë. Janë fut generale, pra janë fut ku dëgjon ushtar, se çfarë. Po general ti groposje, e ushtria në atë punën e Kudecit normalisht që ka pasur ndarje. To kanë qenë disa tipa që kanë ardhur filmën se edhe vetë ata vetë nuk i bënin dot. Ata dënuan generalet e tjerë, po. Atyre që janë përfshirë në atë, domethënë. Mund të kenë pasur atë një lloj. Këto janë nga ana e ligjit, nga ana kështu unë s'po them, nuk po i hyj asaj pjese se absolutisht e mendoj që ai është aq i zgjut sa nuk e ka përly direkt emrin e tij. Ama në mënyrë indirekte, nga ana morale, prandaj këm ngul kësaj pjese, ti më vlla je përgjegjës moralisht. A kupton? Sado ti, ore mund mos ketë pas faj fare, më marrin me ato përqind rasti që ky s'ka pas gisht fare. Qoftë 21 janar ata të gardës kanë shti me mendjen e vet, qoftë ngërdet e ka bë me diu me çunën e vet, ky s'ditë gjë. Ky po e marr kështu më të mirëqen. Ky është ëngjëll, nuk ka ditë asnjë gjë. Tani ti je kryetar i shtetit, unë kujt do të drejtoj? Për çfarë vej kryetari i shtetit unë? Që po në dëgjoj mirë naton, e merr ti përgjegjësinë si të mirë, ti e merr. Ty ti jap meritat. Liberalizim në vizave. E merr ti përgjegjësinë, ty ti jap meritat. Pavarësisht se për atë punojnë njerëz tjerë, mund të jetë politike, do vet nato me të. Ska lidhje kur. Tjetër gjë, ty ti jap meritat më vëlla, se ti je ai që më përfaqëson. Po. Dhe në momentin që ty të ndodh një skandal i tillë, ti prap ti je që merr meritat. Po. Tani dhe peshorja nuk ka kur je kryetar shteti, nuk është peshorja me i matë gjona tani, hajde masim ka bë më shumë mirë apo më shumë keq. Ti mund bësh 100 gjona mirë në momentin që ndodh një fatkeqësi me viktima, popullsi e thjesht, s'ka nevojë për peshore. Ti jep dorëheqjen, largohesh, nuk është punë këtu, hajde krahasojmë kush është më e mirë, kush është më e keqe. Aty është ka pas lidera shteti kanë bë 1000 reforma të mira, një skandal që ju ka dalë, mirëpafshim. Po ky që prandaj po të them atë pjesën që nuk justifikohet me atë pjesën e komunizmit që ka qenë doktori mirë. Sa i me atë frymën komuniste drejton ata. Se po ti vesh gjithë ata pleqtë më thonë që mezi mbahen tek ai Shkopi akoma thon, bëri elektricitetin, thotë solli dritat e veri. Apo kishin rob të anin gjithë. Po ja gjejnë ata rob nuk i kanë parasysh domethënë sa veta kanë punuar, sa janë internuar, sa ju marr pronat edhe jo vetëm që nuk janë trajtuar si individë të tjerë, të paktën të kishin një fet buke, po edhe në çerek mezi e kanë marr. Jo, ai shef vetëm këtë pjesën çka ka bë. Ai shef gjithmonë, po tani për ta shohësh ashtu. Edhe Hitleri ka qenë buri mirë më merr tjetër si tani. Po ka bërë autoban. Jo, po ta marrin gjermanët vet për veten e tyre. Ashtu ka qenë rregull. Si me logjikën që kanë këta domethënë që bën ka të mira, po shohin mirat aty mbaron se që. Plus se pastaj nuk janë përmendur të fare, jashtë natë që
Se ajo është geopolitik, geopolitik, nuk e bën politika e brendshme. Po hajde po them politika e brendshme. Po okay, në rregull, ai do marri merita, do i ka qellu fati, o vlla ti aty kryeminist kur u ndodhi. Kjo i merr. Hajde po ja quajmë. Automatikisht. Tash do ditë çatë kjo pjesa e 90-s kur erdhi demokracia. Du të pyes o vlla, gjejm një person, a ku dëgjon në komente mos njohin këto ndjekësit tan, këto të shumtit që kemi ne. Një person që ka jetu kohën e komunizmit, që e di ka qenë një çik i lidhur me politikën, me kështu, si shpjegohet që asnjë ish lider komunist, jo Enveri, po ndaj tjetër, diku nuk është dënuar më vëlla për krimet e komunizmit. Nuk kush është më përmend një person që është dënuar. Nëse tani vjen demokracia me rebelizëm, me protesta, me kështu, gjëja parë që bëhet ti ata që kanë drejtuar komunizëm do i dënosh më vëlla. Minimumi. Ceaușescu e vran bashkë me gruan, e pushkatun. Po. Minimumi duhet i dënosh. Ti tani asnjë dënon. Ç'a tregon kjo? Kjo tregon që s'ke ardhur pra me rebelizëm, s'ke ardhur me forcë. I vën. Është pseudo rebelizëm. Ke nënshkruar atje, ke bën një amnisti dhe do i falësh. Që këtu nis problemi. Kush është më vëlla i dënuar? Të dalin të flasin këta që dalin nëpër studio, po ti je komunist, ti je kështu. Po kush është një ish komunist që është dënuar që është në burg? Në burg për krime dënoheshin generalet nazist 90 vjet që i merrshin ata nëpër gjykata i dënonin më. Çncikasa është 90 e le dhe burgim shtëpie. Çncika është ideja e ndëshkueshmërisë, po, që nuk harrohet ajo. Po normalisht të burë ambasade i kanë ndjekur ato generalët e Hitlerit deri në Argjentinë të gjithë. Kemi pa filma ne që janë kap. Jo, fakte gjëna me gjithë. Po, filmat bazuar në realitet, diskutohet. Po kjo e di kush ka kontribuar shumë për këtë faktin që nuk është dënuar asnjëri apo është pjesa që e gjithë klasa intelektuale ka qenë njerëz zakonisht shumë e përfshirë, sepse në Shqipëri ka zgjatur shumë diktatura, kupton? Nuk ka qenë si në Poloni ose si në Çeki, kupton? Ata kanë pasur kohë më të shkurtër, edhe ata kanë pasur edhe një çik më shumë frymë revolucionare. Më lidhje sovietike, kupton? Kështu që ata pavarësisht se kanë qenë komunistë, kanë pasur edhe një bazë të vetëm, domethënë që shikoj, ne duam të jemi komunistë, po në një 5% duhet të jemi komunistë edhe pa Rusin, domethënë jo, e ka pasur atë frymë. Kurse ne ishim kështu, ne do i bëjmë sipas librit, e kupton? Ne do ndiqnim Karl Marxin edhe Engelsin. Dakor, janë gjerman që kanë shkruar një libër për qefin e tyre, fantashkencë, në atë kohë. Ashtu i tege aty. Nuk se kuptoj valla që vetë ata që e kanë shkruar se kanë provuar ndonjëherë, se kanë bërë ndonjëherë. Çfarë do të thonë kjo? A nuk do të thonë që është gabim? Ja ta provojnë ne, ja vëmë ne në praktikë. Ne jemi normalisht, ne jemi më të aftë të gjithë. Edhe këto ja, sa ka, ai ka shumë në shpallë valla. Edhe tani problemi i madh është ai kishte atë periudhën e angranimit vetë, domethënë, kishte shkëlqimin në vitin 2005, tani është rënja me Shokut Sal. E kupton? Po problemi i rënjes Shokut Sal se kjo pjesë më ashtu më duket më interesante për të diskutuar dhe më e vlefshme është çfarë do bëj partia tani. PD-ja, a kupton? Kjo është gjë që na intereson, nëse ne jemi njerëz që duam opozitë fuqishme. Ne nuk duam që të Rama 30 ca vjet në pushtet, a kupton? Duam që mas 4 vjetësh të ketë ndryshim. Momentin që ti distancohu më shpirt, distanconi më vlla. Ore mos thuj absolutisht jam shumë dakord se gjum kullurin për shembull, që e pam bash. Jam shumë dakord, ke respekt për Salën. Salat ka marrë këtë bashkë qeverisë me Salën. Nuk je bukshkel. Sigurisht më thëmë. Unë s'po them, të dalës tush Sala është me i keqë shu. Ore dalës tush, unë Salën e kam mik. Unë për mu Sala është, ka bë më shumë të mira se të këshia. Ka pas defektet e veta, po unë e respekton maksimum. Ama, në këtë moment që jemi, do distancohemi vlla. Ose, nuk do distancohemi, po do bëhemi Hamasi, do dalim parti kundra Amerikës, edhe të shohim sa ndoshta mund të marrin dhe më shumë mbështetje më. Unë se di, ama merr një vendim. Për mua i duri është distancimi, sa ai është aq i fortë sa ai. Ai mbështetje po ta kishte mirë me Elvis Naçi, po se ka. Ai është aq i fortë sa emro vetveten. Nuk ka nevojë ai tani
bashkë me rënjën e vet, marri dhe gjithë këta që dalin nëpër studio, del në studio ai, dhe ai nuk e thot eksplicit që shikome, se Amerika është manipulatore. Amerika këtë gjë ka bë me Bin Ladenin, me Saddam Husseinin, me X-in, me Y-in. Dhe është manipulatore, dhe këto që thot Amerika s'janë vërteta. Dil thuje këtë gjë, edhe absolutisht të legjitimohet ajo mbrojtja që do i bërë Saliu. Po në momentin që ti thu Amerika është albitër, Amerika na ka ndihmu, unë jam pro-amerikan. Amerika është pro Berishës, Berisha është pro Amerikan. Amerika ka marrë Berishën këtu. Amerika në 2009 ka thonë kështu. Por, kjo që thot tani Amerika nuk vlen sepse ka handicap tash. Ka handicap. E pse si thosh ai? Deklarata e Berishës është perfekte, ndërsa deklarata e Blinkenit kanë handicap. Po këto janë po tani se ti duhet mendosh afat gjatë më shpirt. Mas 4 vjetësh ke zgjedhjet prapë. Ti në momentin që vazhdon po me këtë retorik, as se ke kuptuar nuk ke më ardhur ndonjëherë. Nuk të ngjon populli, nuk të do më vëlla, nuk çfarë janë ato që thu. Po ai me atë frymëzën, ose ai është kafsh, ai nuk kualifikohet si qenie humane, sepse e pe edhe mbasi ato çadrat e toj kishte mbajtur gjitha, e tha vetë. Këtë gjuartin ai herë futet Sali Berisha në çadrat. Sali Berisha është i rrugëve. Normal, është i rrugëve është. Ai është qenë zagar për jashtë adhemet. Ta hahet në dy nga këmbët. Kupton? Po, unë po them tani kjo fryma re pra. Se ky kulluri përfaqëson këtë frymën që ti ki basha të vim ne. Unë s'po them që do vi. Ky po një X person që ky është pro dhe do vinë si frymë re. Ti tani vjen si frymë re. Po vazhdon po me të njëjtën rrugë. Me të njëjtat koncepte. I ka zhytur ai të gjithë politika. Ai ka zhytur të gjithë, ata janë të gjithë lyer me atë vajgurin, domethënë që nëse më flak njëri, marrin flak gjithë ata. Kështu që ata janë si shkopinjtë e Skënderbeut, janë të fortë vetëm kur janë bashkë, vetëm ashtu mund të dalin, edhe ashtu do e zhysin ata, kupton? Ashtu do e zhysin ata, të gjithë ata që mendojnë, po mua s'më intereson njëri fare nga këta, që vinë që ftohen për studio, kupton se kjo është thjesht nga niveli gazetaresc, zakonisht shumë i ulët kur ti merresh flet për një debat dhe është fton palë. Ajo është mangësi profesionale, nga aja të bëja, kupton? Ata mund ta bësh një emision nga 10, jo 9 nga 10. E kupton? Ti për këtë merr persona që mundësisht mos të kenë involvime, pavarësisht se kjo në Shqipëri është zakonisht më e pamundur. Jo, po ke Soliani. Po marrë. Nuk ka involvime se në pjesën e korrupsionit, minimit demokracisë, këto ai ka qenë 15 vjeç. Kur ka qeverisar. Edhe ai edhe figurë publike ka që ka sjell Basha, në thonjë. Po, pavarësisht se si kanë. Ai po e mbrojti vlla, aty pastaj ja bëi hallall. Atëherë këta janë që të gjithë kështu, ky i ka lidh shumë elitar dhe i viz. Po e mbrojti një figurë aty, po figura si këta normalisht që do e mbrojnë. Që djelte pjesa domethënë kjo është rrezikshmëria më e madhe se nëse vendos ajo si PD domethënë se italianë si Grida çano që kanë këtë fan base-in e kanë të ri, domethënë këto po ti shikosh edhe mënyrën se si çfarë postojnë çan nxjerrin në përjetë edhe Grida dhe Saliani, janë zakonisht rob shumë të rinj, e kupton? Po. Unë nuk duan merren fare me ta, se ta nuk ja vlen askon, e kupton? Se ta janë ato që kanë marrë gjithë ardhmën në qafë, e kupton? Atyre do i dalin hakat një herë tjetër, po. Ta që janë të rinë, qofse edhe këta i vjen palë atje, çan ndodh taku. E zëm se Saliani ka një influencë prej 5000 deri në 10000 veta, e kupton? Po. Ta kesh sigurt që nëse ai vihet, ajo nuk ka rëndësi emri, por thjesht nga fryma e re, vihet në pozicionin e këtij, domethënë, ata të rinj nuk është se janë jashtëzakonisht si unë, nuk është se janë jashtëzakonisht në atë lloj kapaciteti që ta ndaj domethënë që ore. E kupton? Çka po bën ky vëlla? Jo, do e lëm sa. Jo, unë e kam ndjekur. Unë kam 8 vite që e ndjek atë se më besoj se njëri mund të bërë diçka vëlla, ku në kurs për shembull. Unë nuk e kam ide, se nuk kam lexuar për atë pjesën, por e zëm se ai ka bërë 10 gjëra të mira. Po si figurë të pëlqen, të tërheq. E në rastin që se kjo është më e rrezikshme. Persona që nuk janë aq shumë të pisët, që janë shumë të pastër, e kupton? Nëse edhe ta bën pal ai individi që suporton thotë kjo, dalë vëlla, se ky gjatë gjithë kohës ka bërë gjëra të mira. Qëna të bukra. Edhe kësa radhe duhet që gjeti këtë, që lojti mend. Ky është një version. E kupton? Kjo është me rrezikshme. Kjo nuk do të ndodhi asnjëherë dhe prandaj ajo domethënë
deklarata që kishte dhënë ai Lulzim Basha, kështu që si isha as mish as peshk, domethënë që si e përmendën atë, është zakonisht shumë e rrezikshme vëllai, e kupton se. E para fare ti thjesht e konsolidove të gjithë atë shprehje që ka thënë çdo individ, që ti je Zagari Saliu dolla, që Saliu ka qenë kryetari i partisë. Në momentin që ti nuk dhe as ashtu as kështu, ti ja vërtetove çdo lloj personi. Atë shprehje, kupton? Ajo deklarata Bashës mas deklaratës Blinkenit, ajo s'ka nevojë më fol për Bashën, domethënë çka ka bë 8 vjet, çka ka bë, ajo e përmbledh. Në paragrafi i parë Sala është idhulli im, paragrafi i dytë Amerika është idhulli im, edhe në fund me respekt Lulzim Basha. Domethënë cili individ e tha atë, kanë thënë një pjesë dakuqo. Okej, mos ju vi kundër Salës. Thjesht për çështje teknike, thjesht largohen nga grupi demokratik. E lërë si deputet i pavarur. Po, më vëlla. E kupton, sa atë ti mund ndahesh nga Partia Demokratike, po mandatin se ai çdo ti se e ka zgjidhur populli fundi fundit, e kupton? Po, normal, absolutisht. Pa rëndësi ka. Leja vendimin atij. E kupton? Ta marrë ai përsi. Idhja atij. Po, bravo. Kaloja përgjegjësinë atij dhe të luaj ai me topin. Po tani ka dy gjona vëlla, se marrë rasin e Salianit. Tani këto, ose kam frikë nga Sala, frikë vëlla, kam frikë unë, ose mund tjetë kjo, ose mund tjetë e dyta që kanë këtë përshtypjen që dhe ato mbështetës që kanë, shumë marrim ka 10.000 mbështetës Saliani si figurë, ato mbështetës mbështesin Salën dhe me Salën personifikojnë dhe Salianin. Dhe në momentin që Saliani mund t'i dali kundra Salës, do i ikin. Kanë pak vetbesim. Kjo thjesht e përkesion që është. E pra, këto mund të kenë dhe vetbesim të ulët në sensin që pritse, po dola kundra Salës, unë mos më ikin dhe mbështetësit që kemi, a kupton. Nuk kanë atë vetbesimin vete që jo më vlla, se ka frymë të re që e do Partinë Demokratike, nuk e çap bythën për Salën. Ka ik koha Salës. Të mbështet i si ty. Të do. Ki më vlla vetë besim të do ty, të më shtet ty për parimet që ke ti, për çfarë përfaqëson ti tani, për një frymë të re. Jo se po dole kundra Salës ti, o se mos mikin, mos ndalin kundra. Ose mund të ketë atë frikën tjetër, frikën e frenave, si ti je normalisht. Mund të jetë ajo. Ajo në qoftë se ajo e para ishte ti, domethënë, ajo është akoma më keq pastaj, se aty ajo pastaj do të thotë që ata që reklamojnë si frymë re në fakt nuk janë frymë re. E deri në një farë pikë ti Dagu ato nuk është se janë frymë re vërtet, domethënë se e dim shumë mirë çfarë bën pastaj ato. Po, kjo është ato para 1-2 vite që doli ai kulti i Edi Ramës, se thonë Skënderbeu edhe kështu. Normalisht tani ai është në pushtet, ai është defensive mode. Kupton, ai tani është po mbron atë që ka, domethënë në resurset i ka më të mëdha të gjitha. Tani ti si opozit, tu cillesh visit. Ti nuk mund të bësh të njëjtën lloj fushate si në kohë zgjedhje, si në kohë normale që bën fushatën e vet opozita për të nxjerrë atë. Nuk mund të ndjesh shikoj Luli, kupton? Shikoni Lulin. Luli. Tamam. Kush risi ai? S'është. Për një rob që mendon drejt, që nuk ka bindje as partijake nga ana si ekonomike, si sociale, edhe në realitetin e Shqipërisë. As djatha as majta, ashtu që tani unë nuk do heq një ram të ver ramën tjetër. Normal. E kupton? Normal. Me qoftë se ata thoshin që vërtet ose SPD-ja ka fytyra e treja, gjitha para fare janë gjithë brutalisht skarca, domethënë se nuk është asnjëri i vlefshëm, po si jemi si ky, nuk është Skënderbeu ky për ne. Pikërisht pra. Son këta për kët. Po pra, jemi diçka tjetër. Gritun, votoni Salianin. Ajo e peti e burrë që Lulzim Basha kishte hedhur vetëm në Facebook lek, domethënë pothuajse sa dyfishi që ishte për Partinë Demokratike si tërësi. E kupton se ti po heq një figurë dhe po vë një figurë tjetër. Ky nuk është ndryshim për Shqipërinë. E kupton? Jo, pjesë ndrysh. Kjo është, di si është kjo se mund pëlqet i bëj këto krahasime, me që futboll kam lyt vet. E the Tamonti, Rama është defensive mode. Një ekip futbolli tani që po lun mbrojtje. S'është në avantazh. Ti ke topin, ti sulmon. Momenti që ti sulmon dhe vazhdon bën lojën që bën ata rrin mbrojtje. Bo pasa. Nuk vertikalizon, nuk futesh, nuk ke risi të reja, nuk sulmon, nuk ju gje boshliqe dhe të fut ti bir kot me i vrim. Me atë vrimën e ty në krimi banda droga,
Vazhdo sulmon nga e djathtaj, futboll për shembull, ne vazhdo ti sulmon aty ku ata kanë, ti e shef që aty s'do bësh dot gol, aty vazhdo sulmon. Po gjithë jetën më. Le talent. Basha është si ai individi, domethënë dako që është shumë përpara, është afër portës, po është i rrethuar nga katër mbrojtës në gjitha kohët. Edhe ti në vend që ta hapësh lojën në të gjithë fushën. Po tash po vazhdon lu aty. Ata e vazhdojnë ja luajnë bashkë. Këta të ekipit kundërshtar ta bëjnë Kastile ty që i jepja topin këtij, se këtë e markojmë ne. Edhe jo 12 vjet. Çfarë thotim? Edhe 32 vjet. Që edhe pse ajo është tashmë fakt që ai jo vetëm që s'bën gol, po ai nuk arrin dot as topin. Ai tani as topi si shko, po. E çuditshme është, e çuditshme se ja këtë që ndodhi me Salën, këta mund ta kishin përdor, mund ta kthenin, si më thon, në pozitive për veten e tyre. Do të ishte një sinjal që ti mund ta përdorësh politikisht për të rrit veten. Kur e diskutuam atë para 2-3 ditësh nuk ishte i mendimi ti që ky ishte një sinjal. Se unë jam i mendimit për Jo, dakor, unë them është sinjal që këta të bëjnë për mua. Ajo që duhet bëhet është që Sala të shkëputet vetë. Se Sala e di shumë mirë që këta, nëse Sala nuk merr një qëndrim që shikojmë po largohen, që ta pastor, e di shumë mirë që këta nuk e bëjnë dot. Pa dëshirën e Salës. Po duhet ta bëjnë edhe apo tani në çfarë? Se bëjnë pra dot tani. Po duhet të nëse duan të ecin përpara atë duhet ta bëjnë bur. Kur e shikon ai, kë parti në një krim të dali vetë nga molla? Po se si vetëm ti e debil ai dali nga molla, ai aty do haj, do pi, do ri, aty e ka shpinën e vet. Kot nuk i spërkat babi me edhe që si dhe ullin, mos të vejet. Edhe atje, edhe kur i vete për t'i shitur ti, bërë ata arke ullin, e kupton? Po të jeti krimur të bje çimi, se ble njeri. Ose s'ta merë fare. Po mi pra ne po flasim tani i heshin. Ore jetë dakord me këtë pjesë që realiteti, nëse nuk thot vetë ai, jo, ai s'po thua ti është parim. Dakor, pra, nëse nuk thot vetë ai, që shiko, unë do shkëputem, që unë të mytem, po mos të mysë me vete edhe një parti të tërë, unë do shkëputem. Këta nuk e bëjnë kurrë. Po mirë daku se ai nuk është thjesht një krim i vogël, ai është krye krim. Ai po u zhyt dhe molla. E kupton? Prandaj po themun, ai që thua ti është parim, është njerëz zakonisht të qartë që ndron, po ne nuk kemi Gjermani. Ne në Gjermani jemi, po nuk po flasim për Gjermani. Ideja është se këta duhet ta nxjerrin në plak, kupton? Kam parë një misionin të atij Sir David Attenborough që bën ato emisionet me kafshë, kupton, me planete. Edhe thoshin që ishte në antilopa kur sëmoi nga luanët, domethënë, ishte dëmtuar, ai kishin plagosur luanët aty te kofsha. Edhe tani një nga tjetër nga tufa i turet, e ta po prisin gjithë me kamerë, gjysmë një diture i luanit, ai gjuan atë tjetrin. Antilopën tjetër. Po. Domethënë, me fjalën që merreni hajeni këto që të ikim në të tjerët. E marrësh. Se duhet bëj PD. Se duhet PD. Merreni. Iku, distancë. Dako ai nuk ka për të distancuar, flasim në realitetin e Shqipërisë, nuk distancohet, nuk është idiot. Kupton? Ai mund të qenë birçani, mund të jetë është verja e emin çat duash ti. Vetëm budallasa është. E kupton? Po ti ishte budallaj me gjatë që ka bërë, domethënë hyn do kishte larguar shumë përpara. Ai nuk largohet dot, aty që i cënohet ekzistenca. Nëse ai nuk ka asnjë lloj mbrojtje, asnjë lloj ndikimi. Po mi pra unë tani se ne diskutojmë këtë pse ja bën këta mas 8 vitesh. Unë besoj se politika është kurvë vëlla, e themi ne, trosh fare. Unë besoj që këta edhe amerikanët, kushdo që e ka marrë këtë vendim, kushdo që është mbrapa, këti do i kenë ofruar një lloj marrëveshjeje përpara. Se kështu e bëjnë këta. Në sensin ofruar marrëveshje, në sensin që shiko se ne për ty dim këtë gjë. Kështu që shkëputu do i kenë dhënë një lloj ultimatumi. Ke parasysh jo këto ultimatumet që thot ai, unë mbroj Kosovën, këta donin me coptu kufit, dola unë heroj, Isa Boletini, edhe pranem jam vu. Jo këto, jam dhënë ultimatum vëlla shkëputu nga Basha, shkëputu nga PD-ja. Ky prap s'ka pranu. Ora ku tani? Ku i çi ky dhe gjithë këtë guxim më burrë dhe jo. A kupton se për sa kohë erdhi ky moment, që këta dolën deklarat, mas këtij momenti fshihen shumë gjona, se nuk u quaj kot 3 natës se ata nxjerrim këtë Twitter nxirre.
Ka qenë shumë edhe A kupton? Ata po pra, ata besoj, është marrë më përpara dhe besoj kanë bë tentativa se ata nuk duan ta zgjidhin me sherr kur I thon muhabetin. S'kam se ta zgjidhin. A kupton? Bravo. Normalisht. Ata mundohen të vinë thonë o vllai dashur, shiko, do ikësh vet apo do të heqim me të keq. Kurse unë s'mendoj këtë. Unë principisht vet mendimi im subjektiv, domethënë racional është që ky është nuk ka lidhje me Sali Berishën fare, Sali Berisha është ai kurbani, domethënë. Për mendimin tim 90% ose 80% jam ik Basha se s'kemë mbështetje, edhe 20% është ajo që the ti, domethënë që Basha largohu. Domethënë shkëputu nga Sala. Po unë prapë qëndroj anës time, domethënë dhe mbroj titjen tënde dhe mbroj unë time. Unë jam mesazh daku që Luli ti ja pjesë e principatës. Sala të lindi, kur I thonë që të nxori nga atje ku ishte të dha post. Sala të rriti, ministri transporti, ministër mbrojtje apo ministri I brendshëm çka ka qenë? E kupton? Po. Sala të nxori në jetë, të dha atë shkollën e lartë, domethënë që na çuan e prindërit tanë që e bëri kryetar partie. Iktash. Ti gjatë gjithë kohës ke kaq vite domethënë duke hecur ti akoma me atë fuqinë e principatës, nuk funksionoi. Nuk funksionoi iku kjo. E marr kupton. Duhet të jesh person si individ. Ora se Rama mund të jetë çempion një burrë. Kupton, na shumë, po. Nuk ka si ndan Rama. Në Ramën. Ai e ka sjell që me mori bëri ministri I kulturës domethënë. Pastaj po. Ai ishte mjaftueshëm psikopat në kuptimin politik të fjalës, domethënë se ka bënte vetë vendin vetes. Lule nuk isha asnjë gjë. Ai një të ftorim të shtrenjtë, të flasin drejt. Absolut. Këtu jam. Edhe ata I thon tash shife daku. Ne si arbitër ti na ke futur në aq lloj pozite të keqe ne. Aq të këqij jeni bërë ju sa ne edhe pse jeni opozit nuk ju mbështesim dot, që në çdo vend të botës Amerika mbështet opozitën. Domethënë jeni në atë lloj skamje ju si opozit, domethënë që ne jemi gatshëm të luajmë top me ata. E kuptoj. Se sa ti marrim ju vendor. Aq aty keni. Unë e di pse se shoh. Unë besoj këta nuk kanë gjë, këta e duan Bashën o vëlla. Se fundit ta marrim kështu. Amerika do stabilitet e vëlla, demokracie. Do që të bashkëpunoj qeveria me opozitën me kështu. Dhe Basha si figurë për këta, Basha është plastelina vëlla. Do të thënë unë përfaqësoja unë Amerikën tani. Po e marr. Momenti që unë në Shqipëri du stabilitet. Du që Rama me opozitën të bashkëpunoj, të ecin përpara të bëjnë reforma gjona. Unë e kam garant Bashën që e bë këtë gjë. E kam garant vëlla. Të ketë boça. E kam garant, po tipi, personi, duket ai. Momentin që unë I shkëpus ti Salën, që është ai që tërheq marionetat aty të PD-ja, ky pasaj bot çati them unë. S'diskutohet. Pse duhet I kupton nga kjo, okay. Po, pse duhet I hyj unë them me vete unë tani një halli tjetër që të heq Berishën, të heq dhe Bashën, të vi tjetër ku e di unë ky tjetri. T'ja gjej unë hënën këti, a më një gjo mua jo. Bashën ta e kam të sigurt, Bashën nuk kanë gjë kundra Bashës, se Basha, po t'i thonë të bëj këtë gjë, e bë. Nuk o Basha si Berisha. Nuk o. Nuk e kisha menduar kështu. A kupton, Berisha mund t'jetë si t'jetë, ama Berisha është I fortë, ka kokën e vet. Nuk e detyro do të Berishën, sidomos kur është në opozitë, se kur është qeveri edhe mund pranoj për hir të pushtetit. Kur është në opozitë se detyro do të bëj gjona që të ketë stabilitet vendi. Jo, ka kokën e vet. Bashën po, momenti që I shkëput Berishën. Me këtë logjike shohun që ata thonë, shkëputu të ti rri, s'ka problem. Edhe ty ti dimër çka ke bë, çka ke, çka s'ke. Edhe Ramës ja din këta. Unë s'po them Rama është ëngjëlli ose nanës, pse nuk ja din, gjithëve ja u din. Rama Igolla, la kapelën atje tha, mirë po. Ha dëshnet, ai e boni si burra. Këto të gjithëve ja u din. Po për sa kohë ti je akoma I vlefshëm për ta. Që të bësh reforma, të eci vendin përpara, dhe në fund kur marrojnë reformat, edhe Ramës do I thonë, tani këto zgjedhje do I humësh ti, do shkëputesh. Shkëputet ai, nuk janë nxjerrin ndonjëherë. S'ka arsye. Është në sensin, po ta marrësh banal fare, unë të përdor. Për sa kohë kam si banale, ne ja lejojmë vetë shëra vëlla, asti si përfshirë asuncion. Po, ne marrim muhabet, se ne I bëjmë dhe muhabet si në kafene vëlla, si flasim ne me njëri tjetrin. Unë
Në sensin që unë përdor, është si me një vrasës me pagesë, më burr. Me një sikario, me një që kry krime për ty ose kry gjona për ty, po marrim rastin që Amerika është e liga. Marrim rastin si po e bëjnë këta të PD-s tani. Momenti që ti kry gjona për mu, dhe unë them shiko kaq, do shkëputesh tani, do t'jap identitet fshet, do ikësh, do zhdukesh. Ikën ti zhdukesh, unë s'kam më punë me ty, momentin ti vazhdon rri dhe je rrezik automatikisht. Se more të tjetrin ditës në more mua prapë. Normal. Ti je rrezik për mua. Ti vazhdon rri këmbgul aty, do destabilitet, jo po kështu, jo po ashtu, dil, boj kët digje venin, krimi, armët, merr një sfurçë thot ai tjetri, këto budalliqe nuk do ajo më. Çfarë flet thot? Unë ti kam, ty ti nxjerr. Edhe për bashën, pra ne them unë, ja kanë, ja kështu, po s'ka problem. Për sa kohë ti zbato urdhrat ton. S'ke më as kët krimbin me të kalb mrena, jem rregull ti. Do vish qeveri, do cilëm qeveri, do bësh aq vite sa do bësh, do ikësh shnet. Marove. Ky krimbi, ky që s'ikën, ky është i vetmi. 30 vjet nuk ikën ky më vëlla. Vetëm kjo mënyrë ishte për ta largu dhe prap e besi thot, do e dyfishoj. Unë tha se ishte për dyfishim, thot. Më dha një shprehje në WhatsApp, kur flisja domethënë shokun ton që ka kandiduar Gran Shehaj, domethënë. Edhe ndryshe nga që diskutuam ne që fiton apo jo. Pyetja o parashtrimi ishte që nuk jemi sigurt të ka bërë për të shpërndar votat që janë kundër Bashës apo do të kandidojë vërtet. Tash ti si mendon se unë deri në pjesën që më tha nuk e kisha menduar, edhe gjëja që unë thash ishte që do isha jashtëzakonisht shumë i zgënjur nëse do e ketë bëu për të mbrojtur Bashën. Po, e kuptoj. Ne për dëshira ime, e kupton, është thjesht dëshira ime, nuk i intereson as ajo që ne për Agronin që ta dinë dhe këto që po dëgjojnë, ne konsideratat më të larta kena pas. E kemi pa dhe në emisione dhe si figurë dhe si kështu është një nga ato frymë, ai është frymë e re. Ai po unë nëse ai e fiton aku jam i pari. Që do ikë ta votoj. Do bëj fushat, do postoj në Instagram, në Facebook, në gjithë. Është tipike figurë e pastër e re plus entrepreneurship plak. Ai është sipërmarrës, kupton? Ai ka treguar që nga zero në kuptimin matematik të fjalës nuk e ka nisur, por me aq pak sa e ka nisur ka arritur diçka. Është më thoni i rraf, i vërtetuar këtë. Është i rrallë me vaje me uthull. Tani, dalim te pjesa ta gjykojmë unë s'du të bën kështu konspirativ. S'jam as tipi, po në këtë rast ai e di shumë mirë që nuk fiton. Tani kjo është deprimon kjo është kështu e bardha e zeza me të bardhë. Ai e di shumë, aq më tepër ky do i bëj zgjedhje të kam gjuhë mrena mujit, që do i bëj super shpejt, që ti nuk ke kohë as të mbledhësh atë pjesën që do të votoj ty, as të bësh fushat as i gjë. Një, e dyta, në momentin që ky do kandidoj prap, e kena diskutuar në këtë pjesë, po kandidoj Basha prap, jo Agron Shehaj, po të vi aty, nuk e di, më thuj i figurë ty Bexhet Pacolli të vi, nuk fiton. Sepse ata që do votojnë te PD-ja janë njerëz që ky i kanë një influencë. Unë Bleoni në fus pari në listë, në Durrës. Bleoni dhe ka nën vete 100 antar tjerë të PD-s. Kë do votojnë këta? Kë do votojnë këta më? Ata që s'do e votonin i nxorrin nga listë. Kë do, po normal. Kë do votojnë, domethënë dihet. Domethënë Agron Shehaj dihet që ka tunë. Kjo më çon të mendoj që mund të ketë bërë këtë gjë që the ti, më marr votat tani dhe ta bëj garën, më ma than. Po, edhe ta bëj garën të duket, ke parasysh se Shehaj nuk i vjet kundra ky. Ty në tjerëve ju vetë kundra, ç'a bën këta, ne tani po luftojmë regjimin që ka vjedh votat, këta po kandidojnë për vete, ndërsa për Shehaj sot gjë, që ta bëj garën të pastër. Dhe nesër pas nesër kur ta marri prap thotë ja. Ishte Agron Shehaj që un prapë kam mik, prapë do e kandidoje. Kështu ishte filan, ishte fitova unë. Pyetja e radhës tani direkt që ta ndjekim këtë se i kishte bukur fjalën e fundit. E kandidon prapë ai Agron Shehaj, kur Agron Shehaj kishte morim shumë vota se Lulzim Basha. Ai i cënon drejt për drejt çdo lloj gjëje të mundshme Bashës. Ai ose do jetë jashtëzakonisht shumë i mirë, shumë europian, domethënë që nëse do vërtet eci do kandidoj prap. Po me çfarë din me ndaku kur ai doli që i amori me vota atij. Ai është problem ekzistencial për Bashën. Unë kam 8 vite që roptohem. E të vish ti tani të marrësh mua më shumë vota se sa unë. Morja jo.
Si Basha si individ në Tiranë. Po. Basha ka marrë 15.000, ai ka marrë 8.000, më pak. Po aty afër, më nesër si figurë. Po si më shtet me që na fiksuar gabim apo se. Si mbështetje, si figurë ka vënë Reiça, mbështetje e ka ky. Po është pjesa, kjo që thu ti, që nuk do e kandidotoj më, do nëse nëse Basha do ishte, unë se besoj se i keq Basha, do ishte i keq dhe të kishte bole. Që më plas, unë prap edhe votat e këtij, edhe kështu nuk më plas se më dalin kundra ose kështu, unë i rifitoj prap dhe po e heq këtë, unë du figurën time. Ai s'është aq, s'ka aq forcë, aq fuqi, nuk e heq, e le aty. Nuk e ka këtë pjesën e Berishës, këtë pjesën e dinjitetit, këtë pjesën që priti çik si erdhi, këtë pjesën e Setrës, a kupton? Ai nuk do të ketë trazira. Po jo, që më zemra, se ti po thoj s'ka atë shpirtin e Berishës, por sa ishim me Josefina Topalli me të gjitha ata vjetrit që vërtet, ore, ata në mënyrë objektive të pëlqejnë ata do sillni vota apo. Vë kët duash në Shkodër ti nuk si dashni Europën si Josefina Topalli. Po ato i hoqi. Po ata i cënuan pra. Po i hoqi me sensin që do merrte më shumë vota, se do thoshte ja, po e pastro ky partim nga ata të vjetrit. E kishte menu këtë gjë. Po pra gronin çado të tjerë të vjetër. Ata që janë për të pastruar, të tjerë të vjetër Josefina Topalli. Dakor, unë po them, nëse do ishte ai princip që thua ti, nuk ishte Josefina Topalli. Ata në PD kanë pasur mjaftueshëm zgjedhje. Çfarë do donin? Shfasade, këtu nuk ndjek fare. Po pra, po jo fasad, po them dhe unë, ajo është thjesht një rrugë që gjej ky për justifikim, si më thon. Po e ka këtë rrugë dhe e përdor. Nëse për agron se ai s'ka ai. Qa rrugë ka? Qa do thot? Me qa arsye e shkëputët ti? Nuk përputet me parimet e partisë. Është dezertor? Nuk përputet me parimet e partisë, plak. Nuk ka aq guxim, sidomos në këtë situatë që është ai, nuk e besoj. Jo, në këtë situatë që është ai tash, ai nuk guxon të flasi për asnjë, sa ti duhet çdo lloj po nuk ma më nëse mendojnë ashtu atë. Në qoftë se Shqipëria është xhungël, domethënë ka ana politike, po doja është xhungël brenda xhunglit. Shqipëria është ajo piku, e kupton, është ajo zemra e xhunglit, aty luajnë gjitha. Ka stabilitet Partia Socialiste. Jo, si organizim s'diskutohet. Ka zakonisht shumë stabilitet, ai është ai kokoçi aty, valla, ju që s'keni sjell vota, ju që s'keni bën ndryshim i iku. Ai kupton tani ti ça kundër kujt janë ata. Ata janë kundër Robit që fitoi, edhe masi fitoi bën mbledhje partie sikur s'kishte fitu. E kupton? Edhe tani ai edhe nëse është fasad, më shumë si fasad është. Në fasad i kthehet Rob vetë edhe pse ka fituar. Kurse këta edhe pse kanë numër nuk arrin dot i kthehen aty. Çfarë paralelizmi është? Për një individ të thjeshtë, për këtë gjyqin që do bëj Sala, të kalojmë ta kthemi çik të Sala. Çfarë do? Franca, shiko. Tani Europa është kurva e tokës, kur i thon? Po Franca është kurva e Europës. Që po. Çdo gjë mund të vritet nga çdo lloj individi, politike, avokati apo çdo gjë që ka lidhje me Francën. Franca ka vërtetuar në të gjithë hartun kohor që mund të bëjë gjëra, domethënë që është mirë, s'është mirë, ata janë për atë punë aty, e kupton? Ata janë atë punë për të lozur topin nga i pëlqen atyre. Tani nuk kanë folur me ti vllai të punë, domethënë duke parë situatën, e kupton, me zhvillimet që ka pasur personalisht, por të flas ama do kemi një mendim tjetër. Ideja është se për nipin, no? Faleminderit. Rime me gjatë. Rof. Tani. Atë emisioni që pa bashkë të dy tani, ta parashtrojmë tani vllai se ne vërtet nuk kemi dituri, domethënë, po është një common sense që duhet të mbizotërojmë mamën në çdo tavolin kafe. Nuk është akuzë. Kur vetë ti këtu si student të marrësh vizën, të thotë ajo s'ta jap vizën, e kupton? Për këtë ose për këtë ose për këtë, sepse ti xha e ke. Po kur ti jep vizën në Shqipëri, që futesh për vizën në Shqipëri dhe nuk e merr, nuk ka as detyrime. Tani unë kam dëgjuar
për buçi. Po në radh parë më fal se të ndërpreva, në radh parë edhe këtu, në momentin që s'ta jep, mund ta hedhësh gjyq po këtu. Po. Gjithsesi. Edhe kjo është, a kupton? Ti hedh në gjyq po edhe në Gjermani, ti nuk mund të shkosh hajde në Spanjë, të hedh në gjyq Gjermani se s'ma dhan. Po ta paratroj si situatën. Kjo i. Tashi, mua buçi më ka thënë që buçi është rob i keq. Në të kaluarën e tij ka bërë këtë. Po unë buçin e kam duruar për faktin që nuk doja të hyja në punët e veta personale, në këtë rastin ton shtetërore, politika e brendshme, e në rastin tjetër sepse nuk doja të loja unë atë argumentin e keq që na hoqën këta, na e sollën këta. Po. Tani kur unë tash tipo më pyet buçi im që shikoj ta marr këtë apo jo, të them. Atë ti buçi mos e pranon shtëpi. Kjo është çështja. Ata kanë informacion të bollshëm nga inteligjenca e vet, se nuk po flasim as për Kosovën, as për Shqipërinë, flasim për Departamentin e Shtetit Amerikan. Ata kanë mjaftueshëm material nga inteligjenca e vet. Plus që gjithë atë materialin e kemi ne. Kupton? Jo më ata që do të kemi prova. Edhe tani thot ai. Të lutem shumë, zotëri i dashur, unë nuk të dua të hysh ty në shtëpinë time. Ky është gjest. Po ky nuk vjet në rastin e Shqipërisë për faktin që ajo është politike, është më së qartë, është politike, diskutuam ne pak më përpara që pse mund ta kemë bërë. Ideja tani pse nuk e konteston dot Sali Berisha këtë, jo Parisit apo gjithë, sepse ajo nuk është as persekutim, ajo nuk është as një akuzë, ajo nuk është një vendim që e merr Departamenti i Shtetit, qysh mund ta merret e shiku jon apo shishi qysh quhet tash. Për një individ të tretë problem asë. Po. E kupton? Për çdo lloj personi të mundshëm. Tani si ti mund të hedhësh një në gjykat për një vendim që në parim në ligj, ta marrim ligjin të pastër, është vetë për veten e tij. Nuk huaj shtëpinë time. Diskutoj. E kupton? Ola, nuk po them dik nga Shqipëria, kupton? Vriteni. Vijeni në kryqë, kupton? Nuk po them të fut këtu. Ola, mos hajde pra. Je i padëshiruar në shtëpinë time. Po çfarë duash unë ty në Shqipëri? Po. Po pra, po tani shif ku dalim tani, që ta marrim dhe anën tjetër. Se ti e di ne duam Amerikën, vëlla, ne si popull, po paktën flas për mua e ty që kena diskutuar si familje si kështu. Amerikën e kena si shembull, a kupton? Diskutohet si ka shembull gjithë bota, jo më ne që jemi një copë. Ne duam edhe më shumë, e kemi si vend kështu, po hajt po e shohim gjën tani siç po mundohen ta shohin mbështetësat e Salës, se kuptoj që jo po Amerika kështu, Amerika kështu. Tani ajo që besoj unë, se ky e di shumë mirë që nuk arri gjë me gjykatën. Po që kam i far frike, i far mendimi, një paramendimi që ky do të arrijë atë gjë që gjykata atje, për shembull, gjykata atje ka gjë mund ta thotë. Që vllai dashur i kërkojmë faktet jo për pjesën pse ke shpall non grata, për shkrimin më vëlla, shpifje. Për shpifje edhe ty të hedh në gjyq. Edhe neve me podcastin mund ta hedhin në gjyq. Ke bësh shpifje. Bi fjala. Ku i ke ti argumentet i thon ato Amerikës, do i thot tani gjykata në Paris. Për këtë gjona ata s'do paraqiten fare se kanë nevojshme. Se kanë të detyrueshme, a kupton, me dhe ata të dalin në një vendim që kanë qenë shpifje. Ky kaq do. Kupton? Se ky shpithson vëlla, nuk e çaj thunga kjo anë, ka vënë, ky kaq do, ky nuk do që tot Amerika e kishim gabim neve, tani ti do futesh në Amerikë. Nuk i plas trapi për atë gjë aty. Sa ai s'ka fuqi më me ikë në Amerikë, edhe me Elon. Nuk do atë gjë, ai do thjesht një, siç ka bëj historikisht këto më burr, këto duan thjesht një paragraf, domethënë një fjali të vogël që dali aty nga gjykata, domethënë gjykata mund të dali që dyshojnë për shpifje, por nuk e bën dot çështje, ky merr atë fjalin e do si më thon si një provë, si një lloj justifikimi, një lloj mburoje, një lloj argumenti për veten dhe për gjithë këta që dalin nëpër studio.
Po çfarë po qëllimi? Unë nuk kuptoj qëllimin. Ka që qëllimi mbrojtje morale, a kupton, në sensin që unë them, shiko më vlla. Edhe gjykata në Paris tha që mund të jetë shpifje ose është shpifje. Kjo fakti që është minusi i demokracisë, për këtë gjë një për pjesën non grata. Dhe doli me një provë, një argument që e lëshon tryezave të televizioneve që kur të dalin këto, mos trin si pula kështu, s'kam ç'a them, po ton, si tha gjykata në Francë, ishte shpifje. U vërtetua ajo gjë. Vendimin dihet që se lutopi, a kupton? Po nuk ka si vërtetojnë, këtu thua edhe dalën. Që është shpifje dhe mund ta vërtetojnë më shpejt. Jo, më që nuk e vërtetojnë, sepse ajo ta them unë këtë për të Po zemra ta shpjegova, do kërkoj argumenta, do kërkoj fakte, nuk do ja çojnë fakte. Se s'kam se t'ja çojnë. Momenti që s'do i çojnë faktet, ajo si gjykat i vendim kolti se mund të jetë gjykatë e shkallës të ulët, thotë meqenëse nuk provon, nuk e kështu, këto konsiderohen shpifje. Jo. Na merret ti këtë. Nuk niset ajo. Ore si vetëm si vendim, vetëm si ide. Ore këtë mund mos ta thon fare këta, mund ta zgjasin 10 vjet. Mjafton që këto 10 vjet që do zgjasi, do shtyhet, s'do paraqitet, do shtyhet, ky ka alibi. Për këtë gjë bëhet ajo më valla. Unë kam për atë gjë nuk diskutoj. A kupton, unë kam argument, prit, jam proces gjyqësor, thotë ai. Kur të marroj folëm. Kur të marroj folëm, ajo mund të jetë myll, po këta i manipulojnë gjonat. Këta i manipulojnë, sjell raporte ndërkombëtare, e ke pati nëpër studio çfarë bëhet, sillet raporti ndërkombëtar, 100 faqe, ai merr një paragraf, një fjali që do ai, e nxjerr, thotë ja, çka ka thënë raporti. Më ai çdo. Jam gjyq. Më dhe kështu, fakti që ai e ka si alibi. E thotë Mjafton. Është një prisni proces. olla. Është një proces. Sa dali ajo. Është një proces. Procesi mund të jetë myll, kush do vërtetë, kush do. Do ja nxjerrin një flet këta të PS-s që shihet se është myll procesi, ky do nxjerrë një flet me avokatin që jo procesi është. E di çfarë më duket më jashtëzakonisht kështu domethënë, me që edhe ju zauruam përgjithsisht. Ideja është ajo që një e di që është mangësia më e madhe e gjithë këtyre gazetarëve ose pseudoanalistëve që ai vën emrin vetes sa që se meriton asnjëri pothuajse. Individi që ti po e prezumon si hero, në këtë rast Sali Berisha, po mbrohet ka një avokat që nuk është pa diskutueshme që është ekselent. Po është në historinë e tij ka mbrojtur plerat më të mëdha të Mesdheut dhe Europës. Diktatorin Tunis, e kupton lloj çfarë po thosh atje po. Tani fakti që ti po futesh në atë mesele, edhe po ti jesh i miri i nënës. Edhe me i miri i nënës të jesh. Ti e kupton domethënë që ti përderisa valet tek ai dagu shikoj se ti je i lyer në mut nga kokat e këmbë. Kupton të lutem. Sa i perceptimi do të dish ti për shembull në fillim kur erdha këtej unë, patëm atë problemin në fillim. Po diskutoja që të merrja një avokat me shty vizën. Pa bëj gjë, a kupton? Kot. Një diskutim që pata me një avokat, që ma gjetën shokët e ekipit. Tha shikoj unë absolutisht të vi të përfaqësoj të kështu, po problemi është do ngresh dyshime. Pse po merr ti mu si avokat unë marr çështje që kam probleme, a kupton? Për çfarë po merr ti mu, domethënë kaq i përlymje ti, kaq keq ndihesh ti, domethënë kaq i papastër, saqë po më merr mu. Dhe ai me vërtet ai kishte përfaqësuar lloj ndyrësire. E kupton? Ato të kishës të që ishte ai boti akuzuar për përdhunim, për pedofili. Se përdhunimi pedofili. Kupton? Jo se është më mirë, po gjysmë të keqe, se kupton, por edhe minor tash e kupton. Edhe ai përdhunon pedofila, diktator dhe Sali Berishën. Edhe tani sipas këtyre që janë palë, bravo. Ai me Sali Berishën do rregulloj gjithë atë faqatën e tij, kupton? Që kësaj radhe, në kundërshtim me herët e tjera, ai do mbroj një ëngjëll. Tu e mbyllim daku. Edhe nuk e dim. Buçi te emisioni tjetër. Zoti na ruaj Sali Berishën nga e keqja e madhe që ka në Amerikë dhe Soros. Kujdes frenat mos. Nëse kam patentën shqyr zoti që s'kam patentë, atë bicikletën e kontrolloj vetë gjithkohës. Kështu që deri në një farë pikë jam i mbrojtur tash. Unë apo në gjë me bicikletën pastaj aty e kam fajin vetë.
Mirë, Ciao.